GKK e pezulloi nga detyra dhe i bllokoi pasaportën. Balluku shkon në kryeministri. Belinda Balluku ka shkruar në kryeministri pasi GKK caktoi ndaj saj masën e sigurisë pezullim nga detyra dhe ndalim dalje nga vendi. Mbërritja e numrit 2 të qeverisë në ambientet e kryeministrisë është bërë pak pas bërjes publike të lajmit se GKK e ka pezulluar nga detyra e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë në akuzën për shkelje e barazisë në tendera në lidhje me tunelin e Llogaras dhe për lotin 4 të Unazës së Madhe në Tiranë. Burimet bëjnë me dije se tuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, që ju është vendosur në dispozicion shkresa, janë urdhëruar të vënë në dieni zëvendës kryeministren Belinda Balluku për masat e dhëna nga gjykata e posaçme. Veç masave ndaj Ballukut, burimet jo zyrtare bëjnë me dije se janë vendosur edhe 2 masa siguri arrest në shtëpi për 2 funksionarë të tjerë, Erald Elezin, kreu i Kesh, dhe Gentian Gjyli, kreu i ARSH.